Mirëmbrëma të dashur miq, më kishte marrë malli të thoja përshëndetjen tonë të çdo të martë. Jemi sërish në natën me Aulonën këtu në MCN Televizion në sezonin i 6 dhe unë jam e bindur që edhe ky do të jetë një sezon i mbushur me gjëra interesante, me të ftuar shumë të mirë, me rrëfime ekskluzive, me ata të dy skandalozët, por mbi të gjitha me energji shumë të mirë. Përpara se të bëjmë një rezume të asaj që do të ndihni këtë sezon, do të them që jam vërtet shumë e lumtur që e kemi nisur së bashku këtë rrugtim këtu në MCN Televizion, pak vite më parë dhe gjatë kësaj kohe, unë bashkë me ju kemi parë se si, besoj, edhe se si e prisnim, është rritur ky televizion vit pas viti. E di si ndjem si ajo mami që ka të fëmijën e vogël dhe shikon që rritet, zhvillohet, përmirësohet, që të gjithë fillojnë e duan, që është bërë fix fëmija që ti doje që të ishte. Dhe nëse po prisni t'ju tregoj ndryshimet e mëdha që do të kemi këtë sezon, ju them që nuk do të kemi asnjë ndryshim. Do vazhdojmë të qëndrojmë ashtu siç ishim, jo sepse nuk dim apo nuk kishim mundësi, por sepse mendojmë që ishim perfekt. Prandaj nuk gjetëm arsye për të ndryshuar. Edhe nëse tani po thoni, po ç'është kjo mungesë modestie, ju them vetëm që jam realiste. Ju të gjithë e doni hajde flasim kur diskutojmë për temat, çështjet më të nxehta të momentit. Do të kemi një personazh sot që është një nga pikat kyçe të MCN-s dhe që ka sjell, mund të themi, një ndryshim shumë pozitiv në televizion me atë që ka bërë këtë sezon, por nuk do t'ju tregoj më shumë. Ata dy skandalozët vazhdojnë të mbeten të tillë, do t'ju skandalizojnë çdo të martë, megjithatë mund të them që ata kanë një ndryshim të vogël se e kanë rritur pak pjacën këtë sezon. Sa i përket intervistës te Bari dhe psikologu, do të mbetet e njëjtë sepse është ajo që ju e doni shumë dhe personazhet zhvishen totalisht nga komplekset edhe nga tabut, sikletet e ndryshme që kanë zakonisht nëpër intervista. Jam e lumtur që do ta nisim një personazh që do ta bëjë një rrëfim ekskluziv mbas një kohe të gjatë që nuk ka dalë në media dhe mbas ndryshimeve të mëdha në jetën e saj. E nëse po prisni një përmbledhje të lajmeve apo të ngjarjeve kryesore që kanë ndodhur gjatë verës, ju them që as këtë nuk e kemi. Pse do thoni ju? Po sepse ne deri ditën e fundit të korrikut ishim bashk. Gushti ishte pushim, nuk ka ndodhur asgjë, ose edhe nëse ka ndodhur mua nga njëri vesh më ka hyrë, nga veshi tjetër më ka dalë. Njësoj si kripa e detit që e kam pasur me shumicë në trup këtë verë. Shtatori po shumë ftohtë, pa asgjë interesante nga jeta e showbizit dhe personazheve shqiptare, kështu që le të presim që tani që ne filluam edhe ngjarjet të fillojnë të kenë edhe pak më shumë interes për ne si gazetar, por edhe për publikun e gjerë. Ai është një nga figurat më të njohura të gazetarisë sportive në vend, gjithashtu një nga gurët themel të MCN Televizion. Është shumë interesant në debatet që bën, herë i sert, herë me batuta. Ka nisur një rrugtim maraton që unë kur e shoh nga shtëpia them si po ja del dhe si do ja dali deri në fund, por zëra thonë që vete ka dashur, kështu që Gert Çarçani vete doje mbaje tani. Kështu thonë zërat. Po. Jam i bindur zërat nga jashtë dhe nga brenda. Oligarkitë e larta drejtuese. Nga jashtë dhe nga brenda televizionit, po. Vete deshin. Vete donte këtë maratonën dhe rrugtimin e ri që ka nisur MCN Televizion, Superliga dhe kategoria e parë. Kjo është e vërtet. Kjo është e vërtet. Po, okay, po ta pranoj edhe faktin që e desha dhe vetë, sepse jam bërë barë me eksit në gjatë gjithë gushtit, natyrisht duke i rokanisur kokën, po e përmend në aspektin folklorik më shumë, me që jemi edhe pak më një studio shumë më të ngrohtë, edhe duke i rokanisur kokën, edhe në nerva e sipër, edhe në përplasje në debate, por koha më dha të drejt mua në aspektin e feedbackut, kryesisht për momentin, lodhja është e madhe, mos e pyet për lodhjen, mund t'jenë edhe ditë që ikën vajza në pjesë në shkollë edhe vije gjiu në gjumë ndarke, megjithatë kjo është punë.
Kjo është punë, është pjesa profesionale, mbi gjitha është pasioni, shumë e vështirë, natyrisht që jemi vetëm në embrionet e fillimit dhe deri në plotësimin e stafit, do të ketë ato frymarrjet e veta, po që ti the vetë desha. Dhe pse e deshe ka shumë? Sepse, dëgjoj. Është një sfidë personale? Jo, nuk ka lidhje me sfidën personale, sepse në fund ditës unë mund gjeja dhe atë reatin time, po bëja ato 2 puntatat që kisha, dhe mbi të gjitha le të themi po shkoja në shtëpi. Po është një sipërmarrje e madhe, një sforco madhe, dhe bijem të gjithë dakord që është një gol i madh edhe për televizionin. Kjo është shumë e rëndësishme. Bëjmë diferencën, jemi prezent në çdo lokal, unë kam një kënaqësi të jashtëzakonshme kur çohem pi kafen dhe është televizioni ende aty, sepse ka ngelur nga ndeshjet në çdo ambient të mundshëm. Absolutisht, po skeptiku më i madh ka qenë Ylli Rakipi, po që u dorëzua. Sepse, okej, bënda i xhirot e veta në aspektin, është një diçka, futbolli shqiptar, për Latin në shtëpi mund ta thotë shumë mirë, mos mund ta ka thënë, kërkoj ndjes, po them për Lati, sa them babi. Dhe në këtë prizëm prodhon, ka tifoz të çmendur, ka tifoz serioz, ka tifoz të shtresave të ndryshme, ka lloj-lloj tifozësh, po ka shumë. Ti jesh i bindur për të ka shumë. Ne bëm një test gjatë korikut në Kupat e Europës, kemi transmetuar 14 ndeshje. Gjatë gjithë korikut, ku unë transmetoja ndeshjen dhe natyrisht ty të shikoja me dietat e pafundme që postoja, dhe unë vazhdojnë të pështojet barku, që nga momenti i rozit. Megjithatë e lëm për pak më vonë këtë. Dhe në këtë prizëm, ajo që do të them bëm testin. Feedbacku është shumë i madh. Ekrani është aty. Unë s'kam nevojë të postoj tani, se është marrë vesh që kampionati transmetohet në MCN. Gjërat vogla teknike që ndodhin dhe për cilët duhet kryesisht tifozët më mirë kuptojnë, ka pasur emitent të tjerë që e kanë transmetuar superioren prej vitesh. Se ka pasur në falgërti dhe komente tilla që do ja dilni dot, më duket se nuk do ja dilni, se mos javën e parë. Ka për herë, ka personazhe pafund, marrim adrenalin nga ato. Në një moment kur s'më mban automati nga lodhja, nga një nerv, i përgjigjem edhe me të njëjtën monedhë. I kam thënë disave, o zotëri, pultin e ke në dorë. Në zgjedhja është e jote, s'ta komandoj unë pultin tunë, pultin e ke aty, shtype, i ku duash. Shiko Rakipin, shiko Fevziun, shiko X-in, shiko, ose kalot e këtjerat. Po, unë duat shikoj sportët. Po mirë, janë gjëra që ndodhën, teknika ndodhin, gjithandej. Nisa për ta thënë, ekranet të tjerë, nuk është fert për mëndemra, kanë vuajtur mbi 2 vjetë, derisa kanë arritur në një shinë normale transmetimi. Janë gjëra që ndodhin, nuk është unë kam qef, unë marë përsipër, le themi, i akumuloj gjatë kohës dhe kanë një mani shqiptare të shumë e bukur. Kanë një mani që edhe kolegët ta shkruajnë aty dhe unë i them, shiko, unë jam live, tani o do mere me këtë që më thua ti, ose do mere me transmetimin zgjidh, më ndaj ti si ta bëj. Kjo është e gjitha, miqat është gjë e bukur, të garantoj që është gol i bukur. Meqenëse se përmend kolegët, ke dëgjuar gjë kështu për pa kënaqësira, për xhelozira? Po. Se unë kam dëgjuar. Po, pa fund. Na mori këtë, na zuri atë, erdhi këtu, etj. E këtë u bë ky nuk e di, po mirë, edhe ta thonë u bë ky, PR është prap, edhe kjo. Është PR shumë i bukur, është pa lek. Është PR jashtëzakonisht, zakonisht ka kolegë që si bie në përmendje. Megjithatë dëgjoj, e ritheksoj, unë e mirë kuptoj gjithë historinë. E mirë kuptoj edhe faktin që sikur tisha në vendin tuaj, apo bëhet çorap, le të themi, në një farë mënyrë ngucen hapësirat e komoditetit të produksioneve. Hapja një kanali tjetër, dhe për këtë e falenderoj Meksin, për post golit madh, është edhe fakti që gjërat ushtruan sepse kalojnë në një kanal të dytë. Pra mbi të gjitha e para është hapësira që është e lirë e transmetimit në kanalin qendror. Pastaj është kanali 2 MCN24, që është dhe i free. Dhe për herë të parë, realisht për herë të parë, shqiptarët s'paguajnë para, deri në këtë javë që jemi. Nuk paguajnë para. E gjejnë free. Tani, e gjej, se gjej, po unë s'ma kap, po unë si ta i gjej. Po tani, ata duan dhe ti shkosh në shtëpi dhe t'ja regjistrosh ti kanalin. Ai që do, e gjeti, unë pata një komunikim me presidentin e federatës, zotin Duka, në një ndeshje të Partizanit që luante në Kazakistan, edhe më tha, Gert, ku e gjej, tha më cënën, në Toksor.
1 sekond, ta qëndron telefon për 5 sekonda, po e gjetha. Ata tha në DVB-2-shin, në manual toksor, mbaroj kush do e gjen. Tani, shqetësimet e njerëzve, unë nuk asil do të atje. Janë në të gjitha mënyrat, i kemi bërë mund. Megjithatë janë të kalueshme, të garantoj që e kanë gjetur. Momenti më i vështirë që ke pasur, që kur ka nisur kjo maraton, le ta quajmë kështu? Momenti më i vështirë. Jo, nuk mund të themi moment vështirë, streset vetëm. Pse qeshe? Po jo, qesha sepse më vin të çekuara në disa momente gjërat të tilla, po për drejt ka edhe gjëra që i merr syri keq, le të themi. Ndodh për shembull që një ndeshje filloi transmetimi, efekte sinjali satelitor, se erdhi, iku, e kapëm, fillum 5 minuta me vonesë. Stresi im ishte 100. I papar. Mesazh dhe kisha vetëm një zgjidhje, të mbyllja telefonin. Pse çfarë shkruanin? Çfarë nuk shkruanin? Jo, nuk ofendonin. Kur po fillon? Pse s'po fillon? Çka ka ndodhur? Po duhet t'i japësh, le të themi, përgjigje të gjithëve, edhe me dëshirë, edhe me dashamirësi, edhe me kur ke konfidencë, edhe me një çik mos më çaka kaptinën të mleracë, si kam nervat e këty. Apo edhe me një përshëndetur tjetër të stilit tonë. Po, ajo që është e rëndësishme është që, okej, shtrohet. Janë diçka që ndodhin. Të garantoj për këtë. Unë kam përshtypjen që ti e ke pyetur edhe profesor Perlatin vetë në shtëpi, apo dhe shumë të tjerë. Është e fokusuar në ditët e ndeshjes, MCN dhe MCN 24 është e fokusuar. Dhe kjo është një diçka e mirë, sepse ishte një mënyrë e mirë që ta klasifikonim televizionin edhe në një sallon tjetër të ngritjes galopante, le të themi. Me këtë nuk dua të them që s'ka punuar Aulona, s'ka punuar Ylli, s'ka punuar Rozi, s'ka punuar Delina që kemi përballë, s'ka punuar tjerët, kurse si departamenti lajmeve, Mëngjezi, apo dhe shumë kolegë të tjerë, por absolutisht jo. Por gjithmonë duhet shërbej diçka që të kalosh ca vende në mënyrë galopante dhe këtë të japin disa ekskluzivitete. Shumë e vërtet, edhe mund të themi që është padyshim një strategji shumë e mirë marketingu për të rritur. Dhe njerëzit që prodhojnë dhe i shkojnë mendja për strategji të tilla, paguhen shumë mirë. Ti je paguar për këtë pjesën e strategjisë? Nuk dua ta mendoj fare. Gabim? Kjo është histori tjetër. Më lër ta shijoj në gabimin tim. Nuk je një qik materialist? Ja, po të garantoj që nuk më ka shkuar, nuk e kam fare në asnjë mediaplan timi në kokë derisa të shtroj produksionin dhe fare. Nuk jam pasur kur për hirë vërtetës, sinqerisht. Edhe në televizionet të tjera, kur kam qenë, sa do modest, edhe duke qenë se më shtuar një ngarkesë, nuk e kam. E shijoj shumë të tepër kur më vjen vlerësimi befas nga punëdhënësi, se sa të shkoj të varem të dera edhe them, shiko robo, unë bëra këtë gjën, dhe tani unë me që po bëj këtë gjën, më duhet të marrë këtë gjë. Jo, nuk kam menduar, t'jem shumë i sinqert, jo. Absolutisht. Dhe nuk kam për ta bërë, të garantoj, e kam premtim publik, jo. Për mua është rëndësishme të shkoj mirë transmetimi. Kaq. Do thuash ti apo dikush tjetër nga ekrani, ore ky që nga i çmendur, se s'ka mundësi. Jo, base ka dhe idealiste ende në 2023-shin. Më pëlqen, jo, nuk dua të bëj, nuk dua të jem, si të mund të bëj atë, që është shpreha që s'më vjen tani, po më pëlqen shumë ta them këtu. Nuk e gjej dot, s'më vjen, ndoshta edhe nga ngarkesa. Pra, fakti është që nuk dua të bëj atë modestin e egzageruar. Kurse si, jo se s'më pëlqejnë të ardhurat. Në fund të ditës çdo njeri përpiqet për të patur sa më shumë të ardhura për familjen. Po duhet t'i vlerësojmë gjërat me një kut tjetër, unë të paktën. Kjo është një sipërmarrje shumë e madhe. Dhe kjo sipërmarrje shumë e madhe, natyrisht ka edhe gjithë ekspansionin e saj të aspektit kostove. Kosto për punëdhënësin tonë të përbashkët është jashtëzakonisht e madhe. Dhe unë jo për këtë arsye, se kjo s'ka lidhje, nuk ka lidhje kjo, po mbi të gjitha sa të shtrojnë gjërat, vinë vendin e dur, dhe unë jam i bindur që dhe vlerësimi nuk ka munguar do vinë vendin e tij. Unë nuk do të shkoj ta kërkoj asnjëherë.
Absolutisht. Do të njoftoj kur të ndodhi e kundërta. Të vish prap këtu. Ose herën tjetër do të shtrim të koltuku i psikologut. Po unë po mendoja, thash, të shtriesha, thash, po ti shtron ato gjërat e bukura aty, kështu që s'ke faj. Jo, unë i shtrit gjithë aty, po. Këtu jemi... Ke shtruar dhe dyshet, kam parë. Po, ka pasur. Ndërkohë, unë e thashë në fillim prezantimit, jenë ndër figurat më të vjetra dhe më të njohura spikatorët gazetari sportive. Ke menduar ndonjëherë veten ti jashtë sportit? Kam një pishman, e kam thënë dikur, pishman, nuk është pishman, po... Shiko, nuk mendoj që kolegët e çdo fushë, jo të këtij zhanri, le të them po dhe të politikës, le të themi kanë ngarkesën e tyre, kanë strese, politika është tjetër gjë, është më e ngarkuar. Po do më pëlqente, po është një investim kaq vjeçar dhe nuk mund të më bësh dietro. Të bësh dietro dhe të thua, shiko, po bëj stop një vit edhe pastaj Befa Saulona ta shofi Gertin duke drituar një format politik dhe thot ore kjo çmend tani. Do të thënë politika është më grishte diçka. Jo, më grishte sepse nuk besoj që është e ka bërë çdo njeri, mund ta bëjë çdo njeri dhe gjithë sekreti është pastaj se si e gestionon çdo njeri. Dhe në këtë prizëm okej, mund t'jetë një pishman i vogël, pavarësisht se sporti ka pasur emocionin dhe adrenalinat e veta. Qa mund të them tjetër? Do më pëlqente një festival kënge, për shembull, në prezantim. Ai do më pëlqente edhe mua. Me shikon? Po kujt nuk i pëlqen festivali këngës? Po ti priti çik tani, na lënë çik radhë ne, do ti nga sporti shkosh te festivali këngës. Ne kemi 20 vjetu që e presim. Po aty kanë ardhur nga rruga, e di. Është e vërtetë. Festivali këngës kanë ardhur nga rruga. Tani më the 20 vjet, vet ke po aq. Amo glej tani, ja dhe glejesh aty. Po marr dhe glejin regjisor dhe e bën. Regjisor edhe bën. Nuk ka asgjë të keqe, do më pëlqente thash. Është rruga shumë e vështirë, nuk është as pak e pamundur. Po këto janë lobinjë shumë të forta dhe mbi gjitha janë preferenciale. Është preferencë e X regjizori, do ta bëj me këtë, por nuk do t'i futem asaj histori. Thjesht është një diçka e bukur. Unë jo më kot pyeta sepse gjithmonë imazhin tënd e kam parë jo vetëm sporti ose një imazh që mund kemi ne për një prezantues gazetar sportiv që është i ngurtë dhe rri vetëm aty, sepse ti gjithmonë je shumë me batuta, shumë ngacmues, pra mund themi ke imazhin e një showmani që shkon nëpërtej sportit. Nuk di ta them këtë se kam bërë, nuk ta jap dot kompetentin, po përpiqem që edhe në sport ta lçoj një diçka folklorike. Kur them folklorike edhe një zhargon të tepruar, ja thash dje në transmetimin e sportit që një trajneri Dinamos atakoi arbitrat dhe në një moment me kolegët thash trajnerit i mbeti vetëm libri i shtëpisë pa u marrë me arbitrat. Këto janë gjërat e vogla të cilat përpiqem t'i fus edhe pyes në Jermeksin, ore më kap ama mua me këtë gjë. Vazhdo thot. Vazhdo se ke bonus. Dhe kjo është shumë e bukur, është një motiv shumë interesant. Po ti pse thot njeri këto bonuset? Filloj edhe unë pak me libër shtëpie. Në emision se unë e kam dhe ndark. Po e bën, nuk e kam problem fare. Po ti e ke dhe ndark. Unë e kam dhe ndark, më lejohet më shumë domethënë. Ama ta pranon. Tani, deri në një pikë, po më shumë se ty që je vazhdite në drejt. Shpërtheu Ylli Aga, besoj ndeshjet e kombëtare si ke parë. Po patjetër. Ylli Aga shpërtheu me atë golin e Yasir Hasanit që bëri me Polonin. Një super gol, u vlerësua nga UEFA. Dhe në një moment, ishte ora 12:30 i them, tani nuk më ka pama, po e them, kjo ulëri me këtit është tamam si një orgazm legjitime, thash. E bukur është. Po. S'të ka pama për këtë. Unë nuk e di se si e përjeton një femër orgazmën, po të them që unë bëra një metaforë. Po, nuk besoj se ama të ka për këtë gjë, domethënë, sepse është një fjalë që është në fjalor, nuk është një fjalë e pisët, pa çka se unë mendoj si Edmond Tupe që s'ka fjalë të pista, ka vetëm mendje të pista. Pikërisht pra. Meqense jemi tek kombëtarja. Show. Mendon që është më e mira e të gjitha kohrave? Ti ke prenotuar hotelin në Gjermani se ti u thon shpesh me bashortin. Po, atë kemi diskutuar me bashortin se ne duam shumë të Berlinin, kështu që është shumë e bukur. Por unë do kisha shumë dëshirë në fakt që nëse Shqipëria kualifikohet, kur të bëni ju këtu atë një mujorin e Europianit, unë të prezantoja krateje. Ua. Sepse sot e kësaj dite çdo njeri që më takon thotë, si ka mundësi që ti që e do kaq shumë sportin, nuk e bën një herë një program sportiv. Të prezantosh krameja. Po, do të thash, sot i them Gertit, po vajti Shqipëria në Europian. Me mua. Ti nuk përzitesh nëse mbajmë dhe Julin. Edhe me Julin, sa do thoja, patjetër. Juli është Aulona
mos u mërzit, sepse do na vi aty është hapësirat i kemi. Po jo, kjo është shumë e bukur, ishte kënaqësi. Shumë e bukur, më pëlqen shumë. Kismet deri atëherë se të më mbajnë bateri deri atëherë. Po, e vërtet në fakt. Si e shikon Shqipërinë? Është skuadrë e mirë. Është nga skuadrat më të arira. Shikojnë sa çuna, kemi trajnerë të mirë, një kimi të mirë. Unë them që jemi në Europian. Nuk që dojnë. Jemi në Europian, pa diskutim. Filloj gjej buko hotelet, se do të shijosh maksimalisht biletat me lërmua, se të rregullojmë biletat për Gjermani. Premtim? Jam publik, tu jemi live. Nuk do më thuash pasaj në montazh, ma hisha të premtimin. Glej, mbaj aty biletat për aulonën, bashkëshortin, gocën, i kam unë në Berlin. Pastaj sekundaj ndeshje dhe përcakton shorti dhe sa që ndeshje do të shofi aulona, nëse i shikon të treja në grup apo jo, i kam unë për në shpremtim publik. Wow! Biletat e ndeshje. Si jemi ne në MCN, si jemi, sa të mirë jemi me kolegët, nuk ka shere, nuk ka debate për kundrazi, përpiqemi vetëm që të dhurojmë edhe të nesërmen, sepse të nesërmen do thot X-i, ja i qelpsira edhe asajt. Po, po mjetë, dhe po ja, se unë e kam takuar disa re, unë e kam dymuar se unë 82-shin ati. Asajt, shiko se unë e pash, a isë më tha, shkoja dhe asajt, edhe fillojnë e trashet zullumi, edhe gjithë kjo është adrenalin, apo jo visi? Duke sikur të pëlqen të jesh, po themi të në qendër vëmendjes, mbase dhe të kritikosh, mbase dhe portalet të shkruajnë për ty. Të marrë rolin e të faktorizohem? Po, ti jesh në qendër vëmendjes. Gjo, jo se më pëlqen, nuk e përdor shpesh dhe rëndom në mënyrë bazike Facebook-un, në momentet veçanta kur shoh që ka një idiotësi të shfrenuar që nuk ka hemoragjita ndaloj dhe me thënë atëre mund të ulem dhe të shkruaj një gjë dhe portalet i referohen asajt dhe në tilla gjëra ka dhe një ndërhyrje që vjen orën 9 darkë nga një personalitet i lartë, jo se dua t'i bëj qefin vetes, po shiko, hiqe, e heq unë, more, po s'ka asnjë vlerë. Me ta heq unë, hajde heqim bashkë, thash pim kafe, po s'ka vlerë, sepse ajo është marrë nga portalet dhe nuk është që ma marrin vetëm mua. Mu mund ma marrin 10%, një postim tëndi e marrin 90%, të gjithë kolegëve tjerë e marrin pafund, po jo se e bëj rëndom, absolutisht, por thjesht portalet që ti e di se si operojnë, i kanë qef këto gricjet, dhe në këtë histori portalet luajnë me këtë gjë. Nuk duat faktorizohem, kam mangësin që nuk e përdor Instagramin në mënyrë të ethshme, nuk e përdor TikTok-un fare, dhe për këtë kam një akuz të rënd nga kolegë, këshill e shndruar në akuz, nuk kam kohë, s'kam nerva, s'kam predispozicion dhe vetëm po gjeta një njeri që duhet merret me këtë punë, i them na, të shumë të besuar, se ti e di si është, na ik mu qëro, meru me këtë punë edhe kaq, unë vetë nuk ka bidot. Fakte dhe Instagramin të më po të shohësh, shumë nga postimet lidhen me Nikol, vajzën tënde që duke se është pika jote e dobët. është pika ime e dobët. Shiko, është ka një shpreje, nuk di për bashkëshortin, kush ka vajza botën ka, do me thënë, këtë edhe profesor Perlatje mund ta konfirmoj më tepër, është pika ime e dobët. Shiko, unë s'kam bërë ndeshje kthimi, Olona, as ti. Ndeshja kthimit është për një fëmijë të dytë, domethënë, po që një paralele sporti. Edhe qesh një herë, nuk di nëse do bëj apo jo, shumica e njerëzve më thonë, e ishim këta shtëpisë që këto vetëm flasin. Vazhdojnë akoma, gjithkohë. Po, vetëm flasim, unë shife me gruan për në them, shikon, po, tjera. Me gjitha të, kush thot një pjesë duhet, kush thot një nuk i futem asaj historie, por ajo mbetet pike dobët. Pika ime dobët për këtë do, për irës vërtetës. Nuk e njoh bashkëshortin, po do ketë një të ndjesi kam për shtypjen. Ja dhe tani që ne bëjmë intervistën, ai është aty me të, gjithmonë. Dhe është e vërtet kur më thonë dhe mua në njërë si ju që, bëj dhe një çun ta kesh për vete, se gocat janë për babalarët. Bëj një çun, se kjo bëhet shumë edhe direkt me një fishkëllim u rrotulluar kjo edhe hajde caktojmë datën. Po e keni ndjerë këtë presionin? Shumë i madh. Shumë i madh. Mund të shikoj, është presion pozitiv, unë e kuptoj. Është presion pozitiv. Nga herë, sepse ka një diçka, Aulona, ka gati 2 vjetë që e kërkon edhe Nikol këtë gjë. Unë nuk e di me vajzën që ndodh.
është në fazën që thotë më mirë vetëm se i kam gjitha për vete. I kam gjitha për vete, po vjen një moment e kërkon edhe një moment duke ecur rrugës ne pam me nusën ishim duke shikuar njëri tjetrin tha shiko, e di qa bëni qa doni se më lodhët. S'doni mos e bëni. Ajo është vetëm 11 vjeç i ra shkurt. Unë pam kështu, hajde me babën i thashtë, okej, në rregull. Është goca ime, është goca babës, ndërmjet kjo sherret me gruan në njerë, kjo është vetëm vajza ime, thotë erdharor, historira tjera, megjithatë janë çështje që i përkasin familjes në fund të ditës kur kërcet në shpull, për shembull nga rënja e automatit, ajo do vite mua, unë do zihem me të. Edhe kjo është historia që ndodh këto sherkat e vogla. Po ndihet komode për shembull të flasi me babin për çdo gjë? Ja e ke krijuar këtë marrëdhënie? Mos kam frikë, është pak e vogël tani të flasi për çdo gjë. 11 vjeç. Ndoshta tani jo, do kërkoj pak më vonë. E shoh që në këto gjëra flet më shumë me të ëmën, me Nusan. Flet më shumë me këtë. Kurse unë jam tek sektori i plotësimit të kapriçove. Do të thënë ti je polici mirë. Jo, unë s'jam polici mirë, unë nuk i them jo. Dhe për këtë kam një sherr të madh me Nusen të jashtëzakonshëm. Ti je polici mirë, është polici? A, polici mirë quhet kjo. Okej, në rregull. Nëse di, ajo mësova këtë, faleminderit. Polici mirë. Unë nuk i them jo dhe vjen atje, e ka të sigurt që bëj çfarë duash thotë, e ka të sigurt që do vi bavaja puna dhe e kam të kryer këtë thotë. Ndërkohë, marrëdhënia me bashkëshorten, duke qenë se në edhe për gruan do më pyes ashtu. Do të pyes për gruan, për çfarë morën ti këtu, se për futbollin flet në emisionin tënd. Dakor, pra në rregull, po ja, visi thotë për shembull, çef një shoqje nga ekrani tani edhe të më dëgjoj mua për gruan ajo. Po ti ke edhe goxha grua njëherë. Po mirë, më nuk e shava unë gruan. Po do flas me qef. Shaka. Ti për faktin që ke partnere në krah, po. Ka qenë ndonjëherë shkak xhelozie në marrëdhënie? Ja. Jo, nuk them. Ndoshta ndonjëherë një simptome vogël në ato fillimet e para se ishim të virgjër të dy në aspektin e njohjes. Kaq, po jo, absolutisht. Absolutisht të garantoj që, okej, nuk ka asnjë lloj, kjo është një diçka komode. Është një diçka komode sa që ndonjëherë ka edhe disa, le të themi, ishte bërë një pagesë një ditë në bankë shumë e bukur Aurora. Ose në fakt, thash unë, është një pagesë, të është bërë në llogarinë tënde, kam bërë unë, shko bëj. Thash, okej, në rregull, veprime financiare familjare. E kreva në bankë. Do t'i kur nxjerr ajo çuditërisht gabimisht ishte bërë pagesë me një emër tjetër femre, po te kjo. Dhe si u justifikuar? Ajo është ndruar tani, ajo është ndruar në një kështu, në një sebeb gazmor edhe her pas here, jo, ishte gabim. Banka e morit nesër më thash bër gabimisht, u tha. Sa pagove ti në bankë që thoshte kështu? Jo, unë kisha paguar shumë, po një dikush tjetër kishte paguar atje dhe bëri një lidhje gazmore, dhe ishte shumë edhe vazhdon të ma kujtojsh donat, po i them unë ajo. Ose po vonohem, jo, unë e kam mbaruar emisionin, po isha me Almën, le të themi me X-in, do ta respektoj dhe ata se çfarë. Kujdes me emrin Alma se Alma. Jo, jo Alma e qenë me viqen, jo, no, bravo, no, përmënda, me jetë dhe përmënda si zdesha të zbardë, jo, vajza shëmbullore. E ndjenë mungesën tënde këtë periud? Vajza? Të dyja. Për faktin që jenë basa më gjatë? Besoj po. Unë kam frymarrje, për shembull, të shtunën dhe të dielën nuk ka kampionat. Premten dhe të shtunën s'ka, mundohem të organizoj një të shpejt, kthehet të dielën, bie të hënën. Megjithatë kam menaxhuar ca gjëra që të kem ca ditë javës, por fundjava është pak e nuk është më aq e lirë. Megjithatë vjen një ditë që edhe për shkak komoditeti, unë për shkak të ngarkesës, siç e keni ju gratë, domethënë që mjafton të ma mbulosh thot se unë marrë shoqen, kushërirën, ma mbulo këtë gjën, marrë dhe gocën dhe vazhdo punën, thot, punën të tua, nuk ka rëndësi. Ku ta gjesh ashtu? Ku ta gje? Po ti punohu në thoj. Më pëlqen. Të pëlqen kjo? Më pëlqen kjo. Shumë e bukur. Do ta përdor këtë teknikë. Jo, kjo është më komode, më e mirë, sepse edhe ato duan, kjo është e vërtet, për te i shakas. Nga njerë unë edhe ja them, shiko unë mbas edhe se kam kohën. Se edhe se kam kohën.
Kam se të kufizohen dhe ato. Jam i mbyllur në bunkerin e mirë të fjalës. Por ndodh në një moment që shikoj gjej një mundësi ikse dhe shko diku, kush me organizoj një udhëtim, një diçka dhe tjera tje, po prap, sido që tjetë, vjen një moment që duhet të shkosh dhe vetë me pushu i qik, edhe me neta për gocës. Se pasaj bia automati me vërtet. Por pos automatit fizik, po me netet me fëmiju. Janë disa gjera, po janë disa gjepat vegjil. Ndërko, kur kemi pasur Julin të ftuar, tha që ka pasur një moment gjatë një transmetimi që ka pasur dëshirën të të fusit duart në thyt. Po, është e vërtet, shumë. Ka që i keqje? Jo, si jam i keq. Si jam i keq, po... Ajo, ka qenë një moment i tillë, madje edhe u prek, filloj të qaj, do me thënë. Filloj të qaj dhe aty ishte një gomarlik i imi, do me thënë, asgjë tjetër. Idiotësia imja se çfarë kishte ajo se shkonte një plan keqja, sfute një kronika, u vënua një ftuara në një shkarkim pa sens, ishte një gomarlik i imi. I bërtite? I ngrite zërit? I ngërtitat ishin sytë ftuarve, sa ishin ullur të ftuarit. U pash që u prek dhe se kam dash veten, sinqerisht. Nuk e desha natyrisht. Natyrisht. Unë e njoh më shumë se kushdo tjetër institucion e faljes. Nuk kam turp të të them fal. E shoh si një diçka shumë emancipuese, një diçka që njeriu lirohet. Do bëj një gabim me ty, e kam tepruar në një komunikim, do të them një moment mos ma vire ishe e ngarkuar të kërkoj falje. Pastaj që ti nëse s'do më falësh, okej, unë deri aty jam. Unë s'do vitë të porta me serenat, po. E njoh shumë të është një diçka që gjithmonë nëse realisht kam bër gabim, po Julit i kam rënë qafa ditës, sinqerisht. Ajo më ka mirë kuptuar nga ngarkesa, nga stresi, nga të gjitha, po ishte i gomarlik i imi, kaq shumë e thjeshtë. Nuk është përsëritur më? Po no, më është përsëritet tani se po përsërit pasaj bëhet e tepruar, bëhet bezdisëse. Dhe Juli është një diçka që nuk sjell shqetësim, bezdi në punë, jo për mua, por për këtë do në MCN. Dhe mbi të gjitha është e impenjuar, e angazhuar dhe unë ndje keq se ishin të ftuarit, ata kthyen kokën për një moment dhe unë është kjo shpreja, Ulona, që shkarkohet njeri kot për një diçka që si takon, do me thënë. Sfida e radhës, Champions League në MCN? Ku e dëgjove këtë? Ups, nuk do ta thoja më duke. Jo, s'ka gjë, ku e dëgjove të këtë? Është dëshira që flet. Tani... Që të më siguro sa bileta dhe për Champions League. Rije qetër, të Gjermanisë shkruaj aty, unë da shkruaj dhe marrë këtë glejt lutem preje këtë ma qonë WhatsApp, edhe Aulonës edhe unë, se pasaj s'kam nga televiz në botë. Në Gjermania kaloj, shiko, janë sipërmarrje të mëdha. Champions Liga është prestigj. Mbaron këtë vit për emitentët që transmetojnë është tenderimi, nuk mund të them që do ta fitoj MCN-ja, s'guxoj ta them, nuk kam drejtën ta them, do bëhet një tender i hapur. E ka Meksi këtë gjëndor, ti eshi bindur, se ka eksperti, apo le të themi si që thanë edhe këtu, e more, më thanë, shok, superiore, nuk e mora unë, la e mori Meksi, unë tjesht, okej, unë vetëm shtyja fryja, për dit, edhe në dorëzim, por, mbrapa, pak nga pak koha më jep të drejt. Tani me ju do regullohem, s'kam që ta zgjithë që është edhe me ju. është për të mirën e përbashkët, kështu që jemi okej, të kemi falur që na e bëre këtë. Gjej hotelet. Direkt. Faleminderit shumë. Fola mirë, e te prova. Na kënaqe. Ishte kënaqësi shumë, Ishte shumë kënaqësi dhe për mua. Publicitet sa të prenotoj pak hotelin për në Berlin për të parë kombëtaren shqiptare.